Nga dokumentet e arkivës së diplomacisë shqiptare, rasti Almir Rapos mbetet ndër më të pazakontët. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Jashtme, me status diplomatik, që u arrestua brenda ambasadës së SBA-s në Tiranë në një operacion që tronditi institucionet dhe opinionin publik. Në korrik të vitit 2011, në Ministrinë e Jashtme u përhap lajmi për zhdukjen e Rapos, i cili mbante postin e sekretarit të parë. Shpejt u kuptua se ai nuk ishte zhdukur, por ishte arrestuar nga autoritetet amerikane brenda territorit të ambasadës. Operacioni ishte organizuar nga FBI dhe DEA në bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Rapo ishte thirrur në ambasadë me një pretekst administrativ, por sapo hyri në ambientet e saj, që konsiderohen juridikisht territor amerikan, ai humbi mbrojtjen që i jepte imuniteti diplomatik shqiptar. Aty ju komunikua urdhër arresti ndërkombëtar dhe u prangos menjëherë. Sipas dosjes amerikane, ai akuzohej si pjesë e një organizate kriminale që vepronte në SBA, e përfshirë në trafik droge, dhunë dhe aktivitete të tjera të paligjshme. Ndaj tij rëndonin akuza serioze, përfshirje dhe përfshirjen në një vrasje në New York. Arrestimi pati ndikim që fort politik, duke ngritur pikpyetje mbi filtrat e sigurisë në emërimet shtetërore. Ai u interpretua edhe si një sinjal i qartë nga SBA për nevojën e pastrimit të administratës nga individ me të kaluar kriminale. Pas debateve ligjore, Rapo u ekstradua në SBA në tetor 2011, ku më tas u shpall fajtor dhe u dënua. Ky rast mbetet një shembull domethënës i ndërthurjes së diplomacisë me drejtësinë dhe një kujtesë për rreziqet e infiltrimit të krimit në institucione.